Medon Berisha është një lojtar I cili pritet të lërë gjurmë në futbollin italian dhe nuk është rastësi që klubi I Lecces I ka besuar atij fanellën me numrin 10 të kësaj skuadre dhe mesfushori kombëtares shqiptare pak nga pak po tregon sa vlen me lojën dhe tashmë edhe me golat e tij. Sot për mesfushorin ka ardhur goli I parë në Serie A në ndeshjen që skuadra e Lecces luante në transfert ndaj Udinezes dhe ku ai rreshtohej titullar për krah Yliber Ramadanit. Në minutën e 59 të takimit, gjyqtari akordoi një goditje dënimi në favor të Lecces dhe Berisha e mori përsipër atë. Ai harkoi topin në mënyrë perfekte mbi murin mbrojtës duke befasuar portierin dhe shënuar golin që shkurtoi diferencën në 2-1. Ky ishte goli I parë për mesfushorin në Serie A, ku deri tani kishte dhënë 2 asist, një në sezonin e kaluar dhe një në atë aktual.